Një aksident rrugor është regjistruar në rrugën e Kumbit, në segmentin Milot-Reshen, pranë Robikut. Sipas informacioneve paraprake, 2 automjete janë përplasur me forcë me njëra tjetrën duke shkaktuar plagosjen e 2 personave. Përplasja ka qenë shumë e fortë, ndërsa në vendngjarje kanë mbërritur menjëherë shërbimet e policisë dhe ato të urgjencës. Të plagosurit janë transportuar fillimisht në spitalin e Reshenit, ku kanë marrë ndihmën e parë mjekësore. Për shkak të dëmtimeve të marra, ata janë dërguar me pas për mjekim të specializuar në Spitalin Universitar të Traumës në Tiranë. Policia ka nisur hetimet për të zbardhur shkaqet dhe rrethonat e këtij aksidenti fatal. Ndërsa po punohet edhe për normalizimin e qarkullimit në këtë segment të rrugës së Kumbit.